Thot Allahu i lartësuar, li ila fi Quraish, ila fihim rihlet e shqitai was sajf, pra për qetësinë e Kurejshve. Disa prej dietarëve pra thonë se kjo për qetësinë e Kurejshve, do të thënë lidhet me surën paraprake. Do thotë kjo ndodhi, ka ndodhur që Kurejshët jenë të qetë dhe të rehatuar, do të thënë në punët e tyre. Madje dikush prej dietarëve e ka llogaritur se është një sure, do të thënë që vazhdon. Por kjo është sure në veti dhe pra këtu thot Allahu i lartësuar li ila fi Quraish, do të thënë për qetësinë e Kurejshve ose rehatinë e Kurejshve, që ta dinë Kurejshët se duhet ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu u ka dhënë këto dhunti dhe mirësi. Dhe janë quajtur Kurejsh gjithashtu sepse kanë qenë tregtar, pasi Mekka është vend që nuk mund të kultivohen as bimët as kafshët. Do të thënë nuk ka as vend të përshtatshëm për të mbjellur, as nuk ka kullosa, do të thënë për të ruajtur bagtit. Do të thënë pra ushqimi i tyre nuk është as prej bujqësisë, prej punimit tokës, as prej kultivimit të bagtive. Por ushqimi i Kurejshve është vetëm prej do të thënë i banorëve të Mekës, është vetëm prej tregtisë. Dhe për këtë shkak, megjithse është kështu, do të thënë që në vendin e tyre nuk kanë burime të këtilla, do thotë atyre nuk u ka munguar asnjëherë asnjë ushqim ose asnjë furnizim. Edhe kjo është prej dhuntive që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë nga koha e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, si ka thënë pra në dua Ibrahimi alayhis salatu wassalam, në kohën kur nuk ka pas aty asnjë banor, do të thënë ka qenë vend me të vërtet plotësisht i shkret, edhe e ka lënë djalin dhe bashkëshorten e tij në këtë vend, edhe ka thënë Rabbi ij'al hadha baladan aminan. O Zoti im, bëje këtë një qytet të sigurt. Do të thënë qytet sigurt ku do të ketë siguri, nuk do të kenë banorët e këtij vendi frikë nga luftrat dhe nga sulmet e njerëzve. Warzuq ahlahu min ath-thamarat, dhe furnizoi banorët e këtij vendi me të gjitha llojet e fryteve. Do të thënë çdo fryt prej pemëve dhe perimeve, do të thënë të gjitha që t'i kenë të pranishme, edhe kjo është, do të thënë nga kjo kohë Allahu ja ka pranuar lutjen Ibrahimit alayhis salatu wassalam, dhe deri në kohën tonë, edhe deri sado Allahu subhanahu wa taala do të jetë gjendja e këtillë e atij vendi të bekuar dhe të dashur për zemrat e besimtarëve. Prandaj këtë dhunti u ka përmendur Allahu Kurejshve, kur u ka dërguar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë gjithashtu Allahu në surën Qasas, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Dhe a nuk u kemi dhënë atyre harem të sigurt që i sillet atyre çdo fryt. Do të thënë gjitha frytet u vinë, edhe pse ata vet nuk i prodhojnë aty, rizqan min ladunna, do të thënë që është furnizim nga Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo është qëllimi i surës Quraish, kësaj sure, li ila fi Quraish, do të thënë për qetësinë e Kurejshve. Ila fihim rihlet ash-shita'i was-sayf, do thotë për qetësinë e tyre në udhëtimin e verës dhe dimrit. Thotë që kanë qenë udhëtimet për tregti. Dhe përmendet se verës kanë udhëtuar për Sham, kurse dimrit kanë udhëtuar për Yemen. Edhe i kanë blerë, i kanë marrë, do të thënë Shami nga njëra anë dhe Yemeni nga ana tjetër, kanë qenë si thuhet udhkryq i rrugëve të tregtisë botërore në atë kohë. Do të thënë banorët e Mekës kanë udhëtuar dhe kanë qenë të sigurt edhe në Mekë, por edhe gjatë udhëtimit, pra i kanë thënë
se këta janë banorët e haremit dhe nuk i ka prekur askush. Pra kanë udhëtu dhe kanë fituar, kanë bërë tregti në siguri të plot që u ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Kurse popujt tjerë nuk kanë qenë ose fiset tjera nuk kanë qenë në këtë gjendje. Domethënë kanë qenë vazhdimisht në luftra me njëri tjetrin dhe udhëtimet kanë qenë të rrezikshme, domethënë për shkak të sulmeve dhe banditëve kështu me radhë gjatë rrugëve. Prandaj kurse kjo ka qenë e veçantë për banorët e Mekkës, që kanë pas këto udhëtime të sigurta, dhe udhëtimi i verës për në veri, domethënë në Sham, edhe udhëtimi i dimrit për në jug në Yemen. Kjo është që është përmendur ila fihim rihlet ash-shita'i was-sayf, domethënë për sigurinë e tyre në udhëtimin e dimrit dhe verës. Pastaj thot Allahu falyabudu rabb hadha al-bayt. Pra le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, Zotin e këtij tempulli, Allahun subhanahu wa taala, do thot ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos i shoqërojnë Allahut në adhurim asgjë, sepse Allahu u ka dhënë gjitha këto të mira, të cilat i shohin me sytë e tyre dhe i ndjejnë në vetet e tyre, dhe mos i shoqërojnë Allahut në adhurim asgjë. Pastaj ka thënë alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Do të thënë Allahu që i ka ushqyer dhe nuk i ka lënë të uritur, dhe i ka siguruar dhe nuk i ka lënë në frikë të përhershme, do të thënë që të jenë të sulmuar. Këtu e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në veçanti rububien për Ka'ben, Rabb hadha al-bayt. Do të thënë Allahu është Zoti i gjithçkaje. Mirë po, kur emri Zot ngjitet me një prej krijesave, do të thonë është për ta ngritur pozitën dhe vlerën e asaj krijese. Pra falyabudu rabb hadha al-bayt, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie ose Zotin e këtij tempulli. Dhe këto janë dy dhuntit me të cilat përmirësohet jetesa e njeriut, edhe si individ, edhe si shoqëri. Thot, furnizimi i mjaftueshëm dhe siguria, edhe mungesa e luftës. Këto janë dhuntit më të mëdha dhe mirësit më të vlefshme. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." Do të thonë Allahu ju ka sjellur shembull një vendbanim ose një qytet, ose një civilizim i cili ka qenë i sigurt dhe i qetë, pra nuk ka pas sulme, edhe nuk ka pas trazira. Dhe ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin, dhe i ka ardhur furnizimi, do të thënë në mënyrë të lehtë, pra me lehtësi nga secili vend, fa kafarat bi an'amillah. Dhe ajo, ai civilizim, do të thënë ose ai vend, i mohoi dhuntit e Allahut. Fa adhaqa Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Atëherë Allahu u solli, do të thënë i veshi me rrobat e urisë dhe frikës, luftrave dhe trazirave. Do të thënë shikoni në secilin vend si është gjendja kur ka qetësi dhe rehati dhe ka furnizim të mjaftueshëm. Pastaj njerëzit e shfaqin pangopsinë e tyre, edhe kërkojnë më shumë, edhe dalin, do të thënë, për të bërë trazira, për të drejta kështu me radhë, me pretendime që i mashtron shejtani. Pastaj u vjen gjendja e frikës dhe urisë. Edhe atëherë, do të thënë atëherë shohin se pas kanë qenë më mirë në atë dhunti, dhe shumë herë njeriu nuk e njeh dhuntin derisa ta humb atë. Por besimtari duhet t'i ketë parasysh dhuntit e Allahut dhe t'i falenderoj atëherë kur i ka, që mos largohen, sepse kur largohet dhuntia, atëherë nuk është e pritshme që kthehet. Prandaj në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. O Allah, kërkoj mbrojtjet e ti ose strehohem te ti nga largimi i dhuntive tua, që mos më ndodh
të më largohen dhuntit e tua, wa min tahawuli afiyatik deri në fund të lutjes. Në lidhje me këtë sure është transmetuar një transmetim që ka, do thot, dobësi, mirë po kur ta shohim kuptimin e këtyre fjalëve, do thot kanë bazë. Pra thuhet në hadith se Kurejshët janë veçuar dhe janë dalluar nga të tjerët me 7 veçori. Një ka thonë an-nubuwwatu fihim. Do të thonë tek ata është pejgamberi, është dërguar pejgamberlloku. Do të thonë edhe kjo është veçori me të cilën nuk krahasohet asnjë veçori e dikujt. Edhe ka thonë el-khilafatu fihim, do të thonë khalifati, pra khalifja zgjidhet prej Kurejshëve, kur kanë mundësi të zgjedhin musliman duhet të jetë prej Kurejshëve. Edhe el-hijabatu fihim, edhe kujdesi për Ka'ben është i Kurejshëve, edhe kjo është nderim shumë i madh. Edhe siç dihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka çliru Mekken, ja u ka dhënë çelsin familjes Banu Shejbe, edhe që e kanë pasur më përpara dhe u ka vazhduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe deri sot ajo familje ka çelsin. Do të thonë tani edhe mbreti ose presidentat e kështu me radhë kur duan të hyjnë Ka'be, duhet ta kërkojnë lejen nga Banu Shejbe. Dhe kjo tregon pozitën e Kurejshëve. Edhe as-siqayatu fihim, edhe do të thonë është një nderim i madh që shpërndarja e ujit në Mekë është nga Kurejshët, sidomos në kohrat kur nuk ka pas tjetër mënyrë përveç se me bartje të ujit. Edhe këtë kanë llogaritur Kurejshët shumë nderim të madh, që ata u kanë dhënë ujë vizitorëve të shtëpisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë e pesta, nusiru ala al-fil. Gjithashtu janë ndihmuar kundër elefantit. Kjo është prej veçorive dhe mirësive që u ka dhënë Allahu. Dhe një tjetër veçori që përmendet, thot abedullaha 7 sinin. Dhe thot e kanë adhuruar Allahun ata 7 vjet ose në transmetim tjetër 10 vjet, që në kohën kur nuk e ka adhuruar Allahun askush tjetër. Do të thënë edhe kjo është një veçori e bukur që kanë vazhduar në fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo periudhë, Allahu alem, do të thënë nëse është transmetimi i saktë, pra ka pas një periudhë ku askush nuk ka pasur tauhid përveç Kurejshëve. Pastaj edhe te Kurejshët ka hyrë shirku. Mirë po, një grup kanë mbetur deri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pasur njerëz që kanë vazhduar në tauhid. Dhe ka thonë nazalat fihim suratun lam yudhkar fiha ahadun ghayruhum. Edhe për ta është zbritur një sure e plot që në të nuk është përmendur askush përveç tyre. Do të thënë vetëm Kurejshët janë përmendur në këtë sure.